Territori i Kosovës për datën 18 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mot pjesërisht të vranë dhe intervale kthjellimesh. Paraditja do të jetë me vranësira të herë pas hershme, ndërsa pasditja sjell intervale më të shpeshta me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 dhjetor do të jetë rreth orës 6:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 10 gradë Celsius. Pej 6 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 11 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius.